الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جماعت تندروار vëzër, jemi në vazhdën e mësimeve të cilat i marrim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nga udhëzuesi jon, nga ai të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedh që të jetë udhërrëfyes për gjithë njerëzimin, e udhërrëfyes në mënyrë të veçantë për ummetin i cili është përgjigjës thirrjes së tij. Andaj në vazhdën e haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij Al-Adabul Mufrad, kapitullin e radhës e ka sjell kapitulli i quajtur duaja e vllaut për vllaun në mospraninë të tij. Në mospraninë të tij, që i bie se kur një vllau musliman lutet te Allahu, lutet për të mirat e vllaut vet, por ai vllau për të cilin bën duaj nuk është aty, nuk i thot parasyve, nuk ja shkruan mesazh, nuk ja shkruan letër, por bën dua duke mos qenë ai aty. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kjo dua është e përgjigjur. Andaj ka transmetuar Ummu Darda dhe Abu Darda radhiyallahu anhuma wa ardahuma nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, inna da'wata al-mar'i li akhihi al-muslim bi dhahri al-ghaibi mustajaba. Duaja e vllaut për vllaun e tij musliman pas shpine, do nuk është ai aty, te Allahu është e pranuar. Jo veç kaq, ka thënë në kokën e lutësit, te koka e atij i cili bën dua, Allahu e dërgon një melek të posaçëm, i cili rrin në kokën e tij, dhe sa herë që lutet për diçka, për vllaun e vet, meleku i thot amin wa laka bimithliha. I thot amin. Pra ai bën dua, ky meleku thot o Allah përgjigju. Amin, çka i bë amin? Amin i bë o Zot përgjigju. O Zot përgjigju, ç'kjo amin. Andaj thot amin, ndërkohë që meleku i thot edhe ty je nisoj, edhe ty je nisoj. Pra çish po lutesh për atë, edhe ty je nisoj. Duaja për tjetrin të ndëruar xhamat argumenton për një varg mësimesh të njeriu. E para, çiltërsinë e zemrës. Ai i cili bën dua për tjetrin, ai i cili lutet për tjetrin, ai i cili thot o Allah jepi të mira filanit, edhe jo veç filanit, edhe alanit, edhe krejt muslimanëve. Ky ka thënë se zemra e ka të pastër. Zemra e tij s'ka zili. Nuk munohet zemra e tij pse shet mirat e njerëzit. Sikur që është zemra e ziliqarit i cila mundohet nga të mirat e njerëzve, i vjen keq. Sikur që smuhet njëri me smuje, ashtu edhe vjen keq. Andaj ti e sheh dhe varësisht nga dëshirat e tij me çata mundohet. Nëse njëri që i ka merak parët, ku çohe para e zemra i dha. Nëse njëri që i do shtëpiat, ku çohe shtëpi më të mirë se vetja, thot i vjen. Nëse i dashuron mas veturave, ku do të sheh vetura më të mira se vetura e vet, i dhem zemra, pse? Se është i lidh për çata. E njëri i pastër çan, i ka të mirat që ka dhënë Zoti dhe gëzohet edhe me të mirat e tjera. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, njëri i mirë i shijon edhe të mirat e të tjerëve. I ka të vetat, edhe të tjerëve i shijon. Çish i shijon? Ai s'ka. Thotë i shijon duke e menduar se kjo begati e Allahit, Zoti ja paska thënë elhamdulillah. Ki ka punë me Allahin, ki ka punë me Zotin. E shani njëri ka pasuri shumë, thotë shqyr elhamdulillah, Zoti paska dhënë. Ki me Zotin, ki gëzohet gjithmonë, sa Zoti mira, sa Zot bujara, sa Zoti gjymerto, që shu jep njerëzve. Aziliqari që ka thot, filani, ki miret me njerëzi.
Filani thot, po pikabe filani me pas pare, filani ai filani e kish një farkeri më të mirë, ai nuk ka për çatkar, po hajr inshallah. Ky mirët me filanin. A njeri mirët me Allah, thot, Allah i madh, Allah i jep. A dhe shiko, njeri mirë nuk i dhohet as begatis të ai i cili nuk ka meritor. Pse? Se ai çka e cakton a meritor, as a meritor nuk u jeti ai. Si jeti ai? Andaj shiko, gjëja e parë që argumenton ai çka lutet për tjerë, ai ka zemrën e pastër, ai ka zemrën e lirë. Ai nuk ka ngarkum, nuk i ka shtypje zemra e tina. E dyta cila? Të ndërum xhamat. Ai i cili lutet për tjetrin, ai i cili lutet për tjetrin, oj sinqert. Oj sinqert, sepse lutja pas shpinës, s'është aty. Ti bën dua për ta. Apo, sa njeri bën dua për aftire, Zoti truaj vëlla, Allah i shpërblet, faleminderit, kështu. Fjalë të mira, por nuk dalin nga zemra. Se wallahi çaj shpesh herë ndodh, ai më thon Zoti truaj vallahi me muçerrën ta ban. Wallahi me muçerrën ta ban. Po varet prej kudretit dhe aftësisë dhe levërdijes. A kështu me gojë thot apo. Andaj plot pit parëve të muslimanëve thonin, pse po shtirni si e faqe, po e pyetni njëri tjetrin si e, a je mirë, ndërkohë që s'do me pa mirë. Ha? I thuti a je mirë, pra me shpresë që të është mirë. E thot me thana jam mirë, a të vjen mirë? Apo, a jam mirë? Andaj, shiko, mos bëmi hipokrita në raportet me njerëz. Banoj sinqert. Çish bëj sinqert? Lutu për ta. Lutu për ta. Andaj sa prej muslimanëve luteshin për njëri tjetrin. O Allah ruaj filanin. Kaloi një ditë prej ditëve, Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala në rrugët e Bagdadit, të Irakut, dhe Imam Ahmedi ka me nxënësat e vet. Edhe ju thanë nxënësat e vet, a pe shifni çka njëri? Kia rahmeti Allahut në tokë. Çka tha rahmeti Allahut në tokë. Po këta si ju luteshin për njëri tjetrin. I mësonin e vlat të vet, lutu për filanin, ban dua për filanin. Sikur që i tha Safuani, o Mudardas, tha jam të shku për haç, tha mos na haron dua, lutet Allahin, lutet Allahin për neve, se i të shku në vend të madh, e kështu me radhë. Andaj, gjëja e dytë që argumenton çfarë? Argumenton se ky i cili lutet është i sinqert. E treta, a nuk i qef me pa begatit Zotin tok? A nuk i qef me pa begatit Zotin tok? Nuk mundesh me këtë begatit mi pas veç ti. Zoti i mirë nuk ka veç kur t'jap tije, Zoti i mirë kur jap tjetrit. Zoti nuk ka i mirë veç kur ta mbush ti frigoriferin, ashtë i mirë edhe kur e mbush që tërkojnë në frigoriferin. Zoti i mirë nuk ka kur veç ti të ban të mëshëm edhe tjerë kur i ban të mëshëm. Zoti i çaj zota. A ne të nderuam xhamat, mos e privatizoni Zotin. Mos e privatizoni begatinë e Zotit. Sa njerëz thot alhamdulillah, ama për frigoriferin e vet ka. Me bëmush pras frigoriferin e vet, hiç si vjen mirë. Të nderuam xhamat, le të bëjmë rob Zotit, ne të kënaqemi me të mirat e Allahut, qoftë ato dhe kur ja jep hasmit. Ani alhamdulillah, Zoti ja ka dhënë. Zoti ja ka dhënë. Ti më mirë me Allahun, gëzohu me të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Zoti është i mirë kujdo që i jep. Fakti që ja ka dhënë, ai e di. A os prov, shpeshherë na bëmi kardiologa. Shpeshherë na bëjnë kshepeshov na gajbin. O Allah i thot atë dënuket, po kisë di. Ti kardiolog ashka i, kardiolog i zemrave, shpirtit. Ku hinëve të ja, a hinë nga gajba. Allahu Gjelle Gjelaluhu shpesh herë në kur thot, në Kur'an ju thot njerëzve, a kini dekret për Allahit, a kini po gajbina? Në nuk e kina po. A e ka sprove, a e ka dënima, qka e ka merit, në nuk e dina. Zotit ja ka thonë, knaqu me të mirat e Zotit. Lutë Allahut ju japë njerëzve të mira, lutë Allahut njerëzve të ullzoje. Shikoj Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Ibrahimi alayhi salam, njerëzit e mëlloj lutën për të tjerët. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë jam përgjigje e lutjes babës tem Ibrahimit. Njëri madh ka bo dua. Çka ka thonë? Rabbana wab'ath fihim rasula. O Allah, ka thonë, çoja unë pejgamber dhe mas mua. Çoja unë pejgamber i cili udhzon. Çoja unë pejgamber i cili drejton. Ka pas frikë për bitë vet pas dhe Allahu xhela ka vulos pejgamberin e njerëzimit me Muhammed alayhi salatu wassalam. Ndërkohë që këshire Muhammed alayhi salam edhe më i madh se sa Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i cili tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo pejgamber ka pas një dua të përgjithshme. Çdo pejgamberi Zoti ka thonë, një dua e kit sost, kur dush përdore. Çoj durtun e ta kri. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe unë e kam një. Si çdo pejgamber. Mirë, po nuk e përdorin dunja. Se përdori. Than ku e përdori ja Rasulullah? Tha kam e përdor ditën e Kiametit për umetin tem. Kam e përdor dha ditën e Kiametit për umetin tem.
Kam i thënë Allahu subhanahu wa taala, o Allah, shtinni umetin tëm xhenet. Allah na bof nasib ya rabbel alamin. Që kjo njeri madh, Muhamedi alayhi salatu wassalam, tha, ka mujtë po për veti. Atë dua, pejgamberi ka po dua shpesh. Atë dua ka po special, ata e ka kështu të garantuar 100%. Veç që i dur ajo krijet. Atë ka thonë se përdori, atë na po në ahiret. Andaj ditën e kiametit, i vetmi njeri që pe kit pejgamberve nuk e këshir veten është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, shkoj njerëzit e pejgambert, pi hallit madh, pi sikletit madh, dhe çdo pejgamber ju thot popujve, Allahumma nafsi nafsi. O Allah, të pështoj unë një herë. O Allah, të pështoj unë një herë. Pejgamberi i Zotit, përveç Muhamedit alayhi salatu wassalam, ai thot ummetin, o Zot, pështomi njerëzit, pështomi umetin. Allah na bofi umetit ti ya rabbal alamin. Allah na mëson me një rrugën e ti ya rabbal alamin. Ata të ndëruam xhamat. Kjo është zemra e njerit mirë. Kjo është zemra e njerit madh. Kjo është zemra e çiltër e pastër, e cila në gjuhën e vet s'ka mallkim, në gjuhën e vet s'ka lëndim, në gjuhën e vet s'ka plagosje, në gjuhën e ti ka Zoti udhzoje. Zoti ti jape. Allah i dha shëndet. Allah i ta fale. Edhe kur ai keq, Allah ja fal. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e xhakosën në Taif, e xhakosën. Budall të xhakosën. Çmend të veçelat e xhakosën. Dhe Gjibraili zbriti për 7 palqijeve poshtë. Tha, o Muhammed, i kam melek të kodrave me veti. Melek të kodrave, tha, i kam me veti. Këto të kanë bo dam. Ati përplas në bashkë, ati shtina në mes. Tha pensam, jo, zemra e madhe, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ti të kemi dërgu rahmet për botrat. Tha, jo, se nashta pi bive të këtyre dalin musliman. Pi bive të këtyre. Apo, sa shpesh njëri thonë, ky për një me ka hub rrugën, po inshallah be vladi si po qashtu. Inshallah be Allah ja uzon në vladët. Allah ja uzon vëllata, po që s'ka për uzim për ta. Inshallah Zoti ja uzon të kanë familjen e tina. Kjo është zemra e mirë, zemra e keqe mallkon. Allah e shkatrot. Qafën ja theft. Kia ka qafën në goje ka. Qafën në goje kalon. Hiç vazhdimisht Allah i qafët atë. Të ndërun njën, runi gjuhët të juve, mos mallkoni. Tha Ibn Abbas radhiyallahu an, djali i Haxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, mos mallkoni et juzaje. Mos mallkoni et juzaje. Çka thu për një shtëpi që vazhdimisht Zoti ta thet çatën, po ka me të rrogë dikon ajo. Ka me të rrogë dikon ajo. O rahmeti Allahit është i madh, se vallahi njerëzit sa mallkojnë, e sa shahen, e sa ofendojnë njëri tjetrin, i çdo shkëtit ve Zoti më na thi qafat, po Allahu subhanahu wa taala nuk pranon pospit të devotshmeve. Elusim Zotin e madh te bareke ve taala, që Allahu ti bën zemrat tona që të lutën për të tjerët, që të lutën për muslimanët, që të lutën për ata të cilët kanë nevojë Zoti më u dhon begati. Elusim Zotin e madh që Allahu ti shkarkon zemrat tona pi zilis, ti shkarkon zemrat tona pi smirës, ti shkarkon zemrat tona prej urrëties dhe gjërave të cilat nuk është Allahu razimi pa në zemrat tona. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allahu na bën musliman, që Allahu na bën kabull te ai ya rabbel alamin. Elusim Zotin e madh xhelle xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditën e xumë është një vakt, nëse ja çellon robi, Allah i përgjigjet lutjes së tina. Elusim Zotin e madh që Allahu ta jap nga udhëzimi i tina, Allah na jap nga Islami hak që ka zbrit Kur'an. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu ti mbron jetimat e muslimanëve, të dobtit e muslimanëve, të varfrit e muslimanëve, bonjakët e muslimanëve. Elusim Zotin e madh në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, që këta ata muslimanë që janë për luftra, e kanë gazepe, kanë trazira, kanë shqetësime, kanë gjëra të cilat i mundojnë në jetën e tyre, Allahu ti ndihmon ya rabbel alamin. Allahu ti mbron ata ya rabbel alamin. Allahu ti mëshiron me mëshirën e vet ya rabbel alamin. E neve të na i fal për pavëcin ton. Allahu të na i fal neve taksiratët tona, kusurët tona, gabimet tona. Elusim Zotin e madh xhelle xhelalu, pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allahu të na mundson me hi në Ramazan, me shëndet dhe me iman ya rabbel alamin. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu gjunaat tona të gjitha Allahu t'i fal, gabimet tona Allahu t'i fal. Allahu të na shikon me syrin e rahmetit, mos na shikon me syrin e drejtësisë. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu të na mundson me jetu si musliman edhe me vdek si besimtar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر يتامى المسلمين وأرامل المسلمين وعلماء المسلمين ومشايخ المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وإيمان يا رب العالمين. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أصلحنا وأصلح شأننا، أصلح دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.